Grumbujt e mbeturinave në lokacione të caktuara në Shkupe po shqetësojnë me të madhe qytetarët. Ato ankohen për kundërmim të erës së keqe dhe përhapjes së ndonjë infeksioni. Gjendja më alarmante paraqitet në një rrugë të lagjes Tophan, ku mbeturinat e tashmë kishin arritur pranë dyerve të shtëpive. Derisa ekipi Alsa të filmoi në këtë rrugë, një grua u ankua për probleme shëndetësore tashmë disa ditë. Su terapi, su infuzi. Infekcija nešto ili što? Virus od toga. Virus, što da pravim? A kako pominuvate, znači, da izlezate od ulicama? Su maska, ja sam šal. Ja sam šal, ja ne iskačam para. To trebalo do сега да се чисти тука, ама кој ќе каже то? Во тие гледа само за да гласаме и тоа е то, а не гледа за ѓубрето. Нормално куќи има таму. Како? Поминувате секој ден из ѓубрето? Секој ден е вака е. Абе, што знам како да кажам, не знам и како да кажам, ова си е овде како пуштина, не да е мало наше ромско. Për gjendjen e krijuar, qytetarët e fajsojnë institucionet përkatëse që sipas tyre tashmë me muaj kanë shpërfillur gjendjen me mbeturinat, duke hedhë fajin nga një institucion tjetër. Një pjesë e qytetarëve thonë se përpiqen që mbeturinat e hedhin sa më pak, me qëllim shmangjen e kontaktit me mbetjet komunale. Na biološko đubre, na bolesti. Pa сега пазам тоа што пазам, до сега собрав 3 кеси ѓубре на балкон, огромни, денеса ги фрлив. Не можам уште да ги чуваме, тоа е тоа што пазам. Чекам да го испразнат, ама никако. As tjera se kanë pasur, kjo është se disha më thonë. Mbeturinat e papastruara rrugëve të Shkupit për disa javë janë shndërruar në kënde ushqimi për qentë dhe macet, e madje folej për shumimin e brejtësve. Mjekët, epidemiolog dhe mikrobiologë thonë se miti janë bartës të njohur të sëmundjeve të rënda infektive, të cilat të transmetohen përmes urinës, jashtëqitjes, pështymës dhe pleshtave të brejtësve. Nga Qendra e Shëndetit Publik rekomandojnë që në këtë periudhë të ndalohet kontakti i fëmijëve me kafshët që nuk janë shtëpiake, me qëllim parandalimin e bartjes së ndonjë infeksioni të caktuar.